Hej miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të qëndruar akoma në aktualitetin më të fundit dhe për të folur për ngjarjet më të fundit që në këtë rast janë Big Brother VIP Kosova. Ju tashmë të gjithë e dini se na ndajnë vetëm pak orë nga ky reality show shumë i madh, nga kjo shtëpi e cila përflitet dhe nga informacionet të cilat ne sigurojmë është një shtëpi gjigante, do me thëmë për herë të parë do të kemi një shtëpi me 2 kate, për herë të parë do të kemi hapësira të reja, për herë të parë do të kemi banor interesant, do me thënë në shumë ngjyrash brenda kësaj shtëpie, për herë të parë do të kemi dinamika interesante. Mendoj që do të jetë një Big Brother dhe do të jetë një format shumë më i fuqishëm nga të gjitha formatet e tjera që ka patur Kosova. Arsyeja sepse mund të ndodhen kjo është nga fakt sepse Big Brotheri apo producentët e këtij reality show, që në këtë rast është Olsa Muhameti, producente kryesore dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm, kanë përzgjedhur dhe kanë arritur ta kuptojnë që suksesi në këtë rrugtim është në momentin kur ti e gjen Chelsin apo e gjen këtë personazhin adekuat për të patur një shikueshmëri. Por nuk dua të flas tani në këtë pikë për personazhin, dua të flas për opinionistët. Opinionistët e shumë përfolur në fakt nga ajo që ne kemi arritur të zbulojmë, të kuptojmë nga hamencime, nga thashetheme, përfliten që do t'jenë 2 femra, do të thënë do t'jenë 2 personazhe, do t'jenë 2 fytyra, do t'jenë 2 goca. Deri dje përfliteshte që Leonora Jakupi dhe Olta Gixhari janë mundësia më e madhe për të qenë opinioniste në këtë reality show. Tani, duke e kuptuar unë se çfarë roli të rëndësishëm ka opinionisti dhe duke e ditur se opinionisti duhet të krijojë një lloj tematike, një lloj debati, një lloj lufte virtuale, le ta themi, edhe me publikun jashtë, mendoj që me respektin më të madh, por unë me patjetër që jap mendimin tim, mendoj që Leonora Jakupi nuk është adekuate për opinioniste sepse gëzon një karakter shumë të qetë, gëzon një personazh shumë të butë dhe mendoj që qetësia shpirtërore e Leonora Jakupit dhe dëmsuria e saj që nuk mund të del nga natyra, nuk mund të del nga shpirti i saj, mendoj që do të ketë toleranca dhe nuk do t'i thotë gjërat ashtu siç në fakt duhet thënë. A në qoftë se kemi një koncept që të ndërtojmë një opinionist i cili do t'jetë më i butë, më i dashur, më paqësor, më i ëmbël, dhe në anën tjetër të ndërtohet një opinionist i cili do t'jetë më goditës, më gjigant, më në kuptimin, domethënë, do t'jetë më një figurë pak më e ashpër, domethënë nëse do të shkojmë në koltukun e bardhë edhe koltukun e zi, që opinionisti në koltukun e zi do t'jetë goditës dhe opinionisti në koltukun e bardhë do t'jetë i ëmbël, shkon kombinimi Leonora Olta, shkon shumë. Por që të jetë, domethënë, një goditje e ashpër nga Leonora nuk e pres. Por gjërat sot kanë ndryshuar. Ju në një video pak më herët dëgjuat që Xhenet Afetau ka hequr dorë nga televizioni Top Channel dhe nga pjesëmarrja e saj në kompeticionin më të njohur apo në këtë emisionin më të dashur për publikun trotuar. Tani Xheneta përflitet që do të hyjë në një rrugtim të ri. Jam i bindur që televizioni Klan nuk do të toleron që një televizion tjetër në këtë pikë të famës të Xhenetës të përdor klikimet e Xhenetës, kështu që klikimet i marrin për vete dhe me patjetër që Xheneta do të jetë pjesë e bordit Big Brotherit. Po tani ku qëndron puna? Xheneta, mendoni ju, tani un po ngroj një hamencim, mendoni që do të jetë në rolin e opinionistes dhe Leonora Jakupi mund të jetë një personazh që do të jetë e përzgjedhur për të qenë pjesë e spektaklit të Big Brotherit, do me thënë për të qenë banore, sepse mendoj që Leonora është shkëputur jashtëzakonisht shumë nga muzika dhe ndoshta i duhet një rikthim pak më i fuqishëm, edhe pse Leonora në karrierën e saj nuk e ka problem rikthimin për shkakun sepse ajo lufton me artin e saj dhe çado që sjellën Leonora e ka hit, apo do të jemi në këtë thashë themin kot që Leonora është përfolur vetëm për në një klikim dhe Olta dhe Xheneta do të jenë të dyja opinioniste. Sepse nëse Xheneta do të ketë rikthim përsëri në shtëpi të Big Brotherit, mendoj që në këndin e banores do të jetë një dështim për Xhenetën. Domethënë do të jetë një rënje në vlerën e Xhenetës, sepse Xheneta më e bëri Big Brotherin e saj dhe këto rikthimet nuk do të thotë që gjithmonë kanë një lloj
një lloj mundësie për ta marrë edhe një herë atë dashurinë e publikut. Unë e shoh që Big Brotheri do të na befasoj. Unë mendoj që përzgjedhja më e mirë do të ishin dy karike të zeza të opinionistëve. Dhe dy karike të zeza sjellin shikueshmërinë të papar, se Xheneta dhe Olta janë dy personazhe shumë transparent, shumë goditës, janë dy personazhe që luftojnë për gjën e vet dhe mendoj që do të ishte interesante në qoftë se Xheneta dhe Olta Gixhari do të ishin opinionistet e mundshme. Por deri më tani, në këndin e opinionistes, në këndin e një rolit kryesor në këtë shtëpi kemi Oltën edhe Leonorën, por le të vejmë mundësinë edhe për Xhenetën. Si komentoni ju të tre këto ngjarjet?